Kena. Atëherë Ledion, mu në shumë raste më ka ra me pas edhe një bisedë shumë njerëzore me Mirin, edhe dhe me thonë, ka herë Miri si njeri nuk është njeri kaq. Problemi është që loja që ka vendosë me lujt këtu mrena, unë për mendimin tem që kum pa këtu mrena, kum thonë janë vetëm dy arsye. Arsye e parë që është, për mendimin tem mund tjetë se Miri donë me u përfol vetëm për të, është tip egoist, edhe donë me u përfol vetëm për të, donë me qenë kryefjala, dhe me thonë nuk i intereson fare ftyra e Selinit në këtë loj, intereson thjesht me u përfol çdo prime, edhe thjesht të tjetë ky gjithmonë kryefjala dhe të përfolet gjithmonë për të. Kështu që intereson tema se loja edhe është egoist në loj. Përpara se sa të krijojë historia me Selinin, ti që në fillim, që ditët e para, ke thënë që ne të dy dyshoj që do jemi miq. Çfarë vure re në atë kohë? Atëherë, unë që kur kam hy këtu mrena, do me thonë që në qastin e parë që kam pas me Mirin, e kam parë që i ka pas dhe përgjigje shumë tendencioze. Shumë adin, u përgjigje se me një njërë tendencioze, si kur se adin, unë jam pak më lartë se ti, veç i stekon, unë jam pak më lartë se ti dhe do me thonë gjithmonë ma ka jep një përgjigje sa me munu adin, kjo me qenë pak më lartë se unë. Edhe unë thjesht e kam pas, nuk e kam pas një ndjesi shumë të mirë, edhe gjithmonë ja kam këthy përgjigjën adin, ja kam këthy në atë mënyrë që nuk është që je veç te, apo kupton, edhe unë muj me thonë diçka, edhe unë muj me vlejt diçka. Kështu që kjo gjithmonë është mënu ma gjuna i fjallë, edhe më mësulmu me na i fjallë. Pam disa pamje aty që ishin diku ke 3 o 4 ditë pas fillimit e edicionit, që ti diskutoje pikërisht për këtë, që 3 ditë dhe ti e bëre qik tanen Selinin, apo jo? Për ato ishe duke folur, kur ishe edhe Lorna prezente. Po, që aty ka njësë, do me thonë, mos më pëlqy fare loja mirët këtu mrena. Se unë thjesht kam thonë, okej, në qëfë se ti ki qef me nejt me Selinin, e shef si vajzën tate, edhe ki qef e kini, do me thonë, ndjesht mirë me nejt me Selinin, ki qef me pas një shoqërit mirë, është në regull. Po ti më është me thonë, dvjen me folë ke krevati, më është me thonë, Selin, a mund dalim ke oborri, a mund dalim në living, dhe të flisni ti bëni bisedat, do me thonë bashk. Po në momenti që ti e në krevat, edhe din shumë mirë që gjana në krevat ke që kuptone, dhe vesh me mblu i person, se limu mja prej flok të nej gjo, unë aty thjesht e kam pa që ky ka desht nashta me keq kuptu situatën, edhe nuk më ka pëlqy loja tina, se kam thonë në qofë se ti ke i person tjetër jashtë, du të mas par, në qofë se ti i bjen respekt ati personin që ki jashtë, ti ki me mujtë me i respektu gjitha vajzat të mrena, por në qofë se ti nuk i respekton një person që mund ta kesh jashtë, me cilin dhe me thonë ke pas shumë gjana jashtë, ti nuk mush me pas respekt për vajzat tjera këtu mrena. Andikon mendon raporti që Miri ka me Mateo në raportin që ti ke me Mirin? Jo, nuk ndikon, Mateo nuk ndikon në raportin ta me Mirë, se do më thonë unë e këto gritë si që patë edhe jo i kam pas që në fillim me Mirën, nuk është se ka ndiku Mateo. Normalisht, unë jam tregu pak me ashpër me Mirën, pasi që jam afru me Mateo, se kam pa që në gjdo moment e ka sulmu. Janë sulmu bashkë, po që edhe Mirë, do më thonë, i ka thonë fjale gjana që nuk më kam pëlqy, edhe do më thonë, ja kum njësë me sulmu pak më shumë Mateo. Si për shembull autobusi, Zari, këto gjana kështu. A i është në autobus. Ke thërë shumë fjallë të këqia. Po ta është metafora, është në autobus. E mua të gjana nuk më kam përqyrë. Ti e di që ka thënë aji? Thash që keni pas ofendimet të dy anshme, po që tuat nuk më kam përqyrë. Brikena, mendon të i Miri një lojtar të fortë? Atëherë, unë, si që kam thënë edhe në fillim, në Big Brother ka persona cilët, bëj një lojt keqe, po prapë se prapë, edhe pse kam bëj një lojt keqe, mund të vazhdojnë dhe në fund. Unë personalisht... Pra, e mendon një lojtar të fort, po nuk pëlqen lojën që a i bën? Nuk e shoh si lojtar të fort, po mendoj që me lojën që kam bë këtu mrena mund të mbaj dhe në fund. Nuk më she lojtar të fort? Nuk e shikon si lojtar të fort, po thua mënyra se si luan mund të mbaj deri në fund, po? Po. Miri. Po, shiko, që në takimin e parë me Brikenën, të gjitha ato që tha Brikena, faktikisht janë ato që ka bërë Brikena. Sepse unë kam qenë shumë kavaljer, e kam mirë pritur në shtëpi, dhe ajo kishte një qasje shumë ironike dhe shumë egoiste për veten e saj. Thoshte, tani unë mbush shtëpia, unë i hapi vetë, s'kam nevojë për ty, domethënë, nuk e di, po pash një sjellje të Brikenës që unë edhe i kishe haruar disi. Po e kishe haruar, tani që e pash u kujtova. Edhe mu duk prezantimi i parë që Brikena kishte hyrë me këmbë të fort këtu në këtë shtëpi dhe nuk donte një misi, po themi,
si fillim, me asë kënd, paktën me mua njerë, dhe së kuptova pse, sepse unë si kisha bërë asgjë, unë asë nuk e njeh personalisht. Intuita ime ma kanë gjithë që në fillim që ti të bësh një lojt keqe. Intuita jote ishte sa hyre këtu tani, unë të dash dorën, ti me zima dhe dorën. Po mënyra se si u përgjigj që ti, do me thonë ke pas sa përgjigje shumë tendencioza, kupton? Të kam dhënë vetëm dorën. Me mu ta kam thonë, me mu nuk ta që ta filloj përgjigje. Mund t'i bësh me persona që ta lejojnë, unë personalisht nuk ta lejoj, çka ka keqe? Pra aty unë e kuptova që qase që do kisha me Brikenën, nuk do ishte aqe e kollajt dhe aqe letë. Dhe ajo tregoj veten e saj kur ne u prezentuam të dy, sepse unë isha shumë i qetë dhe e kam mirë se ardhur banoren e parë mbas me Brikenën. Kjo ishte fillimi. Pastaj, në momentin që Brikena mori pozicion dhe mbas asaj që ka ndodhur fillimi i Prime-it të parë, puna e krevatit apo gjithë historia që vjen më pas, pashte Brikena që edhe ajo donte që ta shfrytëzonte këtë situatë për të më vënë në siklet, për të më intimiduar, që unë të ndjesha keq edhe kuptohet se kjo është pjesë e lojës siç e kanë bërë të gjithë. Por Brikenën e kam vlerësuar për lojën që ka bërë, edhe si njeri shumë, sepse ka qenë një nga njerëzit që unë e kam thënë gjithmonë, që kur kemi qenë atje tek akuariumi, ka qenë e vetmi atje që unë jam munduar të flasë për jetën time, për vajzën time, për gjërat e mia, për karrierën, ishte e vetme që më ka mirë pritur atje dhe për këtë gjë unë e kam vlerësuar shumë. Por nga klipi kuptuam që nuk e reputon lojtare të fortë, apo jo? Po, sepse në këtë pikë të lojës ku jemi tani, se ky klipi pastaj i ka përfshirë të gjithë situatën, kemi 66 ditë. Kurse në këtë moment që jemi tani, sidomos mbas intervistës që ka bërë edhe Mateo atje tek Goca dhe Gra, kam kuptuar që Brikenas i kanë rënë shumë kuotat në lojë, duke qenë ai është mendimi Mateos, nuk është mendimi jot, domosdoshmërisht. Jo, unë e kam parë kështu është mendimi im. Okej. Pra ndam të njëjtin mendim me Mateo në këtë pikë, domethënë. Po, i janë ulur shumë kuotat sepse vëmendjen e ka marrë Mateo te kjo pjesë. Jo, mos tu kanë ulur dy kuotat që vëmendjen e ka Mateo, se jo mos ulën kuotat për një person për cilin e kanë një raport të mirë dhe vjen mirë nëse shkon mirë në lojë. Kuotat i dashur tu kanë ulur ty. Dashurisë apo të lidhjes apo të njohjes që ka me Mateo. Ngrit Mateo, ty tu kanë ulur kuotat. Shumë e varur te kjo situatë. Nuk po bën lojën e saj të vetme dhe ka ndryshuar shumë këto 2 ditë mbas asaj interviste kur e ka kuptuar që kjo nuk është më atje ku ka qenë dhe ka ardhur dhe ka filluar lojën e vetme. Miri, sikur të mos ekzistonte raporti yt me Selina, mendon se do kishte patur një raport të ndryshëm nga ai që ke sot me Brikenën? Po kjo është një hipotezë, nuk e di se çfarë mund ndodhte sepse të gjithë të Big Brother e kanë shënuar fillimin marrëdhënie me Selinin, kështu që nuk e di, por ndoshta do ishin po tani dita gjëra që atëhere nuk i dije. E di që Selin të nguli thikat mas shpine, e di që rrugtimi disa banorëve të këtë cilët të indje i afër ka përfunduar, pra po të dije atëhere atë që di sot. A mendon se do kishe patur një raport ndryshe me Brikenën? Jo, mendoj që do ishte i njëjti raport. Mendon se do ishte i njëjti. Okej, Arbri. Spari mendoj që tek të dy ka mungesë sinqeriteti në gjërat që thonë për njëri tjetrin. Që do me thënë, për të vetmen herë, mendoj që të dy janë koherent në këtë marrëdhënie, por në mungesë sinqeriteti. Pse? Unë mendoj që Miri fillimisht, pasi tani janë bërë goxha ditë, po unë nuk du të merrem shumë me fillimin, sesa me të gjithë raportin në tërësi. Miri gjithmonë në marrëdhënie me Brikenën ka tentuar të jetë pak soft, pak i but, pak ose në një farë mënyrë ka dashur që të ketë një derë të hapur për ta katapultuar Brikenën për disa arsye. Duke qenë se koha është e gjatë, kanë qenë disa arsye. Unë mendoj se fillimisht ka qenë bëja, plani rezervë nëse marrëdhënia me Selinin nuk do funksiononte. Pastaj ushtua një arsye tjetër, Mateo, sepse duke i ndarë ato dy, i përçan, se ata dy bashkë janë më të fortë brenda lojës. Brikena ka pasur të njëjtën qasje, nuk e ka ngrënë disi këtë karremin e përdorur për ta afruar afër vetes
Brikenën nga ana e Mirit dhe gjithashtu mendoj që të dy e shohin njëri tjetrin lojtar të fortë. Dhe gjithmonë, edhe kur kanë pasur përplasje, nuk e kanë mbyll derën, nuk kanë shku deri në fund. E kanë lënë një derë të hapur. Dhe nga kjo unë kuptoj që Miri në të vërtet e vlerëson Brikenën brenda lovesh, vetëm se e do të ndarë nga Mateo dhe nën rrogozin e vet. Monika? Unë shikoj një marrëdhënie, domethënë shumë diplomatike midis të dyve, pra që ditën e parë Brikena hyn dhe ban distancë nga Miri, sepse shikon si një lojtar të fortë dhe më pas vazhdon dhe Miri nga ana tjetër po përsëri e shikon Brikenën shumë konsistente dhe po të shikojmë Brikena është nga lojtarët më konsistente në lojën e saj, nuk thot fjalën e fundit në fillim, ruan marrëdhënien, ruan shoqërinë me të gjithë banorët, është e sjellshme, është e edukuar, ka limite në lojë, ka norma në komunikim edhe në debate dhe Brikena për mua ka mbajtur një distancë për mua brenda normave dhe moralit të lojës, sepse në fund të ditës ajo e kupton shumë mirë që Miri është një lojtar që do të mbaroj, po themi, lojën e vet dhe më pas do që të shkoj drejt fitores. Dhe Brikena duke kuptuar, ajo luan vet për titull, kështu që është shumë e kujdesshme dhe shikon veten e saj më afër me Mateo se sa me Mirin. Okej. Ndërkohë, më çoni pak tek dhoma e gjumit, kur janë pjesa tjetër e banorëve. Banor, ju lutem ktheuni në lidhje sepse kam diçka për diskutuar me të gjithë ju.